Ndërkohë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në një postim në rrjetin social Facebook ka shkruar se flamuri i Republikës së Kosovës u valvit me krenari në hapjen madhështore të lojrave olimpike dimrore Milano. Ajo u ka dhënë mbështetje dy skitarëve Kiana Kryeziu dhe Drin Kokaj, të cilët po përfaqësojnë vendin tonë në këto lojra. Osmani shkruan se dy skitarët tanë përfaqësojnë Kosovën me dinitet, guxim dhe ëndra të mëdha. Kosova është me ju sot, nesër dhe gjithmonë. Ju prift fati e u kthefshin faqebardh, ka shkruar presidentja Osmani. Gjykata themelore në Gjakov ka caktuar masën e paraqitjes në stacionin policor për 22 persona të dyshuar për falsifikim të rezultateve të votimit e për të cilët ishte kërkuar masa e paraburgimit. Në 3 seanca të ndara dëgjimore të mbajtura mbrëm, gjykata ka nxjerrë vendim duke refuzuar kërkesat e prokurorisë themelore në Gjakov për caktimin e masës së paraburgimit ndaj 22 personave për shkak të dyshimit të bazuar se secili individualisht ka kryer veprën penale të falsifikimit të rezultateve të votimit. Me këtë vendim të pandehurit do të paraqiten në stacion policor për një periudhë prej 1 muaji që do të llogaritet nga data 6 shkurt deri më 5 mars të këtij viti. Palët kanë të drejtë ankese ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit të Kosovës brenda fatit ligjor, thuhet në njoftim. Bashkimi Demokratik për Integrim ka shprehur shqetësimin në lidhje me përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Në një postim në rrjetin social Facebook, kjo parti shkruan se në tabelën e vendosur në rrugën Shkup-Tetov-Gostivar është anashkaluar gjuha shqipe. Sipas tyre, qeverisë aktuale të Maqedonisë së Veriut, në udhëheqjen e Hristian Miskovskit e pengon gjuha shqipe kudo. Forca e Sigurisë së Kosovës dhe forcat e armatosura të Shqipërisë kanë arritur të gjejnë trupin e pajetë të riut të zhdukur në lumin mat në Shqipëri. Këtë ka bërë të ditur ministri në detyrë i mbrojtjes Ejup Maqedonci. Ai ka shkruar në rrjetin social Facebook se njësitë e specializuara të kërkim shpëtimit të FSK-s në bashkëpunim me njësitë e forcave të armatosura të Shqipërisë pas disa ditësh kërkim në një terren sfidues dhe të vështirë, kanë arritur të gjejnë afërsi të fshatit Urak trupin e pajetë Jurgen Karajti i riu që ka rënë në rrjedhën e lumit mat së bashku me shokun e tij më 10 janar. Ai shkruan se pas evakuimit trupi i pajetë viktimës i është dorëzuar policisë së Shqipërisë dhe ekipit të forenzikës për procedurat e mëtejme. Një person ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur në fshatin Logj të Pejës. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës Driton Rugova ka bërë të ditur se aksidenti ka ndodhur sot në mëngjes ku janë përfshirë 2 vetura. Ai ka deklaruar se si pasojë përveç dëmeve të konsiderueshme materiale janë lënduar 2 persona të cilët janë dërguar për tretman mjekësor. Nga ekipi mjekësor është konstatuar se njëra nga të aksidentuarat ka vdekur pasi nuk ka mundur të përballojë plagëve. Ai ka bërë të ditur se njësitë e përkatëse kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë filluar hetimet për të sqaruar rrethanat dhe shkaqet e këtij aksidenti. Ndërkohë, spitali i përgjithshëm në Pejë njofton se personi tjetër është duke u trajtuar dhe aktualisht është në gjendje stabile jashtë rrezikut për jetë. Ndërkohë, policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara. Sipas raportit, në këtë periudhë është regjistruar një aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë shënuar 43 aksidente me të lënduar. Brenda një dite, policia njofton se ka shqiptuar mbi 2000 gjoba në trafik. Në 24 orët e fundit, policia ka arrestuar 38 persona për vepra të ndryshme penale, prej të cilave 14 i ka dërguar në mbajtje, 1 në ndalim policor dhe 1 në vuajtje të dënimit.
Presidenti i SBA-s Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që kërcënon të vendos tarifa shtesë për vendet që vazhdojnë të tregtojnë me Iranin. Urdhri i lëshuar të premten nuk specifikon normën që mund të vendoset, por përdor 25% si shembull. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se tarifa mund të zbatohet për mallrat e importuara në SBA nga çdo komp që blen, importon ose fiton drejt për drejt ose tërthorazi ndonjë mall ose shërbim nga Irani. Trump nuk ka komentuar drejt për drejt mbi urdhërin për përsëritje asnjë armë bërthamore për Iranin kur foli nga Air Force One të premten në mbrëmje. Kjo vjen ndërsa bisedimet po vazhdojnë midis zyrtarëve të lartë amerikan dhe iranian në Oman pas disa javësh kërcënimesh nga të dyja palët. Trump kërcënoi me një tarif prej 25% për vendet që bëjnë biznes me Iranin më herët këtë vit në një postim në Truth Social. Departamenti i Shtetit i SBA-s njoftoi të premten se po vendoste sanksione ndaj 15 subjekteve që kanë tregtuar naftë bruto me origjinë iraniane, produkte nafte ose produkte petrokimike. Nuk pati asnjë koment të mënjëhershëm për asnjërin nga njoftimet nga Irani, i cili tashmë i nështrohet sanksioneve të gjëra të vendosura nga SBA dhe fuqitë e tjera perëndimore për shkak të programit bërthamor. Teherani këmbëngul se kjo është rësisht paqësore dhe ka mohuar vazhdimisht akuzat nga SBA dhe aleatet e saj se po kërkon të zhvillojë armë bërthamore. Sipas një marrëveshje bërthamore të vitit 2015 me udhëheqësit botror, Iranit nuk i lejohet të pasurojë uraniumin mbi pastërtinë 3.67%, niveli kërkuar për karburant për termocentralet bërthamore komerciale. Megjithatë, Trump braktisi marrëveshjen gjatë mandatit të tij të parë në vitin 2018, duke thënë se ajo bënte shumë pak për të ndaluar një rrugë drejt një bombe dhe rivendosi sanksionet e SBA-s, të cilat dëmtuan ekonominë iraniane. Këto masa që prekin eksportet e naftës, transportin detar dhe bankat, përfshinin sanksione dytësore për vendet që tregtonin me Iranin. Princesha e kurorës së Norvegjisë Mette Marit u ka kërkuar falje norvegjezëve për miqin e saj me ish sulmuesin seksual Jeffrey Epstein, pasi u zbulua se ata kishin shkëmbyer mesazhe për 3 vjet. Kërkoj falje për situatën në të cilën e kanë vendosur shtëpinë mbretërore, veçanërisht mbretin dhe mbretëreshën, tha princesha e kurorës së Norvegjisë Mette Marit në një deklaratë të pallatit pas ditësh presioni në rritje për të adresuar çështjen. Qindra email nga viti 2011-2014 që përfshinin Epstein dhe princeshën e kurorës dole në dritë në arkivin e dosjeve të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SBA-s një javë më parë. Disa nga shkëmbimet me sa duket përfshin plane për të takuar personalisht dhe zbulojnë se ajo kaloi 4 ditë në shtëpinë e Epstein në Palm Beach në Florida, ndërsa ai nuk ishte atje. Natyra e ngrohtë e korrespondencës ka ardhur si një tronditje për norvegjezët dhe ajo duket se ka qenë në dijeni se ai kishte vuajtur tashmë një dënim me burg në vitin 2008. Megjithëse një deklaratë fillestare u publikua të shtunën e kaluar, në të cilën princesha e kurorës shprehu keqardhje, pallati ishte detyruar të jepte detaje të mëtejshme se sa mirë e njihte Epstein. Mette Marit kishte një djalë 4 vjeçar, Marius Borg-Høiby, nga një lidhje shkurtër e mëparshme para se të martohej me princin e kurorës së Norvegjisë Hakon në vitin 2001. Fëmia e saj i parë është tani 29 vjeç dhe në qendër të një gjyqi shtatjavor të profilit të lartë që ai filloi këtë javë. Ai përballet me 38 akuza, përfshirë 4 akuza për përdhunim të cilat ai mohon. Edhe pse nuk është as pjesë e familjes mbretërore dhe as një figurë publike, ai është rritur brenda familjes së njerëkut të tij, princit të kurorës Hakon. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.